Epshi është një ves i keq i cili duhet shumë mund, angazhim, lodhje për tu liru prej ti, për tu largu nga ndikimi i ti, për tu largu nga sundimi i ti. Tregon Imam Ibn Jauziu rahimullahu taala në librin e tij një tregim, e kemi treguar na para disa viteve, tregimin e qenit dhe luanit. Qeni si qen i kishte ardhur rand emri qen, se na kur dena me ofendu dikeni të mjet bet qenbe. I poshtë si qen. Edhe qeni ishte mërzit nga ky nënshmim i vazhdueshëm që ja bëjshin njerëzit, që ja bëjshin kafsht në bjeshk, në mal. Edhe shkojte mreti i kafshëve te luani, tha: "O luan, kum ardh të më ndrojsh emrin." Ketë në myrë me përbuzje dhe në nshmim më thirin qen, më thrasin qen. E unë s'po e duroj më këtë në nshmim, po du me ndru emrin. Luani si mret i menqur i tha: "Nuk ka problem, emrin të ndrojnë, po duhesh me dëshmu se meriton me të ndru emrin. Duhesh me meritu." Tha: "Jani kam mishi të një, do më thonë, gjedhi, maje dhe ruja. E nesër sabah vijune, e shof amanetin tam, besnikrin tanë, dhe nëse dëshmohesh se je besnik dhe ki amanet, unë të ndrojemi." O, tha qeni, letë kjo punë, me ka shtest letë unë e ka përcej, së shpëllem. Edhe ala atë copën e madhe të mishit, luani këti qenit edhe shkoj. Ta shki qeni përin ati afer mishit edhe po mendohet. A me ka që test vogël po dënë me më testue? A jo ne ka përceket. Kështu i flet ke vetë vetës. Pak ma vonë, i betha shumë era mirë për mishit, ka në taze, ta provoj pak, e ka fshoj një pjesë, mish vici kana. Shumë i mirë. Hajde edhe pak thas mirët vesht. Edhe një sopë. Sa i lezetshëm. Hajde edhe një sopë. Fop, e hangër këtë. E isha tha, hajde betha se s'ka gajlja, tha, dhe qenë me metë, tha, mësi hangërëm në mish. Hangërëm nishin këtë. Erdë nesër lohani e shef, s'ka mish. Tha, qenë je konë dhe qenë ke me metë. Nuk është puna me ndru emrin, puna është me ndru vesin. Edhe epshi është kjo. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për epshin, thot epshi lëviz, sikur se jarga e qenit. Andaj ajo është shumë vështirë të zhveshësh besoj. Sikur se i qeni që kishte vështirë të zhvishet nga vesi i tij, dëshira për të ngrënë mish të gatshëm, ashtu është vështirë edhe njeriu të zhvishet nga epshi. Edhe çdo që ka me dasht ai me u lirue nga ndikimi i epshit, ka me pas vështirë sikur se ka pas vështirë që kësheni. Dhe kam frikë se shpesh herë njerëzit do të binë test në procesin e zhveshjes nga epshi sikur se ka rënë test këshen. Edhe për këtë shkak, do të ku flasim për epshin, flasim për një pengesë serioze, për një pengesë të madhe, për një pengesë që kërkon prej neve një preokupim të madh, një angazhim të madh, dituri dhe veprim. Jo vetëm veprim pa dituri, edhe as jo vetëm dituri pa veprim. Duhet kemi edhe dije se si te i kalojmë këtë pengesë, edhe veprim, angazhim. Të mundohesh një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë derisa të arrish qëllimin, se s'mundesh me të parën me të i kalu këtë pengesë. Dhe për këtë shkak Allahu i madhërishëm kur flet për njeriun, ati që i ka dhonë dije hoxhallarëve edhe muslimanëve në përgjithësi, që u ka dhonë shpallje, u ka dhonë Kur'an, që ata nuk punojnë me këto udhëzime,
me kë e ka sjell shembullin? Me qenin. Tregon Allahu i Madhëshëm në surën Araf, ajeti 175 dhe 176 dhe thot: "Watlu alehim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون." إذا الله محمد صلى الله عليه وسلم لزوju atyre njerëzve, atyre edhe neve sot, lajmin e ati që na i dham ajetet tona, dijen tona, argumentet tona. Fansalakha minha, e aj u gjvesh për tyre. Nëse të vjeshet me to, e të zbaton jetë, aj u gjvesh. Ila pasdore, u akthej shpinën. Fa atba'ahu shejtanu, edhe atë e ndjek i shejtani, dhe ky njeri u bo i humbur, fe kanë min al-ghawin. Walau shi'na la rafa'nahu biha. Po donim na, thot Allahu, do ta ngritnim atë njeri me dituri, me atë dituri që ja dham, se dia e ngrit njeriu. Pra çka ardha jon me gjizet ilmit na ngrit, o vëllezër. Na ngrit, të gjithë neve që jemi këtu në këtë mëjlis khairit inshallah taala, na ngrit. Andaj Allahu, po të donim, do të ngritnim atë njeri me këtë dituri. Por, që ndodhi? Ai u lidh për toke. Ai u lidh për çka? Për toke. U lidh për të mirët e kësaj dynjaje. Për punë, për parë, për pushtet, për famë, për publicitet, për dynja. Fa akhlada ila al-ard. Wattabaha, dhe ndjeki epshin e tij. Shikoni? Do thot, epshi i tij dhe dashuria për dynja ishin ato që e penguan këtë njerit ngritet me dijen që a kishte dhënë Allahu. Se cili për neve, hoxhallar edhe xhamat, nëse don me kuptue, do thot, pse devion, e ki këtë, dashuria për dynja dhe pasimi i epshit të tij. Nëse mundet ai të mbrohet nga dashuria për dynja, për grumbullimin e pasurisë së kësaj bote, edhe nga epshi i tij, atë Allahu e ngrit vazhdimisht. E pastaj thot Allahu, famathaluhu kamathalil kalb. Shembulli i tij është shembulli i qenit. Ti ndesh ju drejtova atij, ai e çet gjuhën dhe dihat. Ashtu është qeni, keni pa vazhdimisht e çet gjuhën, e hap gojën edhe dihat. Thot kështu është shembulli i atyre që përgjigjështruan argumentet tona, rrëfeu atyre këto tregime, ndoshta ata mendojnë. Al-Araf 175-176. Ky ajet ose këto dy ajete duhet na shumë mirë t'i lexojmë edhe t'i mendojmë. Se Allah thot rrëfeva këto tregime. Edhe të shohim se cili prej neve vetveten tonë. Na me këtë dije që na ka dhënë Allahu jemi ngrit, apo Zoti na rujt kemi ra poshtë, jemi ngjit për tokë. Na këtë dije që kemi marr Allahu me te, na ka bërë të dashur ahiretin, apo na u ka shtu neve ma shumë dashuria për dynja. Na me këtë dituri që e kemi kundërshtu epshin ton, apo akoma jemi në ndikim të epshit ton. Edhe në vend se na gjykojmë drejt, edhe në mënyrë të paanshme në situata të ndryshme gjykojmë sipas epshit ton, ka na shkon neve epshi jon. Atëherë merr vesh se ajeti për atyre që Allahu ka me ngrit, aje sikur se ai që je zbrit ose ke ra nivelin e qenit i cili vazhdimisht e hap gojën dhe dihat me gjuhën jashtë.